sinqerisht shumë të gjithë atyre që na përmendin emrin në për live të tjera, sidomos do t'ju lutesha shumë të gjithë juve që unë nuk ju përmend live-in kur, mos më përmendni live-in tim, apo çfarë bëj unë, mënyrën se si e bëj unë live-in, çfarë bëj unë në TikTok, si e bëj unë TikTokun, e tjera me radhë. Na lini rehat në shtëpinë tonë në live-in tonë. E para, e dyta, atëhere, më kanë ardhur një 2-3 kështu screenshote të dikujt që më ka përmendur emrin. Nuk është mirë që më ke përmendur emrin, pavarësisht se ke arsyet e tua, unë të përshëndes, jo se nuk t'i kam parë, po nuk e shoh të arsyeshme as të përmend emrin që më ke përmendur. Nëse doni që të përmesni emrin tim për për punët tuaja, përmendni, nuk ka asnjë problemi. Kjo nuk ishte për Semin. Sa i përket raportit që unë kam me Semin, kemi pasur kontratita më para, kemi pasur disa keq kuptime, i kemi mbyllur ato gjëra me njëri tjetrin, edhe sinqerisht nuk dua më sun asaj për të vazhduar diskutime dhe debate në për rrjetet sociale. Nuk është çudi që të takojmë të flasim nga afër, dhe po takuam do të bëjmë edhe ju të ditur ta dini që jemi takuar e kemi folur nga afër, po diçka kisha me të gjithë ju që ja merrni gojat i zotrisë, ore merjani, por të paktën mbajeni private. Mos dilni dhe thoni, ja morëm në gojë, edhe ndodhi kjo, ndodhi ajo. Mbajni gjërat private, edhe jini më mirë. Përsa ju përket ju të tjerëve që u ka dhënë qindra mijëra euro dhe doni t'i bini në sy sikur po e mbroni, ta keni shumë të qartë se ai thjesht ju ka parë se çarini dhe di shumë mirë se sa vlerë kini, kështu që mos u lodhni kot se nuk u jep me në gojë, që ta kuptoni prap. Kështu që kurseuni se njerë ja odhët, po 2 herë nuk ja hidhni dot. Jo për t'i dalë krah, po besoj se çdo njeri mëson, edhe nuk është e vonë edhe për Semin të mësonte që pjesa 99.9% që ju afruan ishin vetëm gojorsa që ju ofruan si e si për e kuptoni vetë ju. Unë për veten time, raportin që kam me të, kam një raport shoqëror, shqyr Zotit nuk kam pasur nevojë për ndonjë diçka personale që ta marr në telefon, apo të më marrin telefon për ndonjë diçka personale. Kur kemi komunikuar në telefon, kemi folur për njerëz për t'i ndihmuar dhe kam folur pse jo për ta vënë në dieni për rastet cilat sinqerisht ka paguar fatura në spital, nuk e hedh poshtë kurrë, dhe kjo është arsyeja kryesore sepse unë atë e respektoj. Mënyrën se si ai bën TikTok nuk është gjëja që di të bëj më mirë në jetë. Mendimi im, ai mund dali dhe mund thojë që po, unë di ta bëj shumë mirë. Mendimi im është që nuk di ta bëj mirë sepse mendon se i duen disa qenë kazani, kur nuk i duen fare. Mendon se i duen disa njerëz që janë mosmirnjosa, nuk i duen fare.
mendon se i duhen sa njerëz që sot i thonë je mbret, nesër e shajnë, pas nesër e kam prap mbret, pas tjetër prap e shajnë, nuk i duhen fare. Dhe më vjen prap mirë që nga dita 1 dhe deri në ditën që jemi sot, nuk kam pasur ndonjë raport me Semin për punë ekonomike të lidhur drejt për drejt, dhe kam për të mbajtur këtë qëndrim deri në ditën që njëri prej nesh mos jetë pjesë e rrjetit social. Është shumë e qastër, e pastër, e qartë edhe pa gabime kjo që thash. Unë dhe Sem Dubai nuk do kemi kurrë raporte të lidhura me lekun. Në qoftë se do ketë ndonjë person që mund të ketë nevojë për ndihmë, ose ndihmoj dot vetëm, do t'i them, ke një faturë për të paguar në filan spital, po e paguan dot, pagoje, se paguan dot, rrit zoti prap. Po për veten time uroj dhe shpresoj, mos i çoj kurrë, edhe ai për veten e vet, uroj dhe shpresoj, mos na shkruaj kurrë që të ketë nevojë, se nuk duam të jetë në gjendje që të ketë nevojë për ndihmën tonë. Dhe në qoftë se ka pasur një njeri që këtu ka bërë mirë për të ndihmuar, ka qenë ai. Po edhe që problemi kryesor i atij ka qenë që ka mbajtur shumë njerëz rrotull vetes, si nuk do t'i mbante fare, sepse qenë janë ngrënë me njëri tjetrin. Dhe këtu janë bërë më të rrezikshëm. Ai tha do mbledh, unë tha një grup qendësh edhe do t'i bëj, na qenë Kazani, do t'i bëj tha pitbulla dhe qenë stani. Po bëhet qeni Kazani pitbullo. Ore, a bëhet qeni Kazani pitbull pa mirë. A bëhet qeni Kazani qenë stani. Po nuk bëhet, nuk hajt do të me ujkun. Në rregull, me qa qenësh po në arrijore, qa po mundohesh të beshore, qa po benore. E kupton? E kupton apo jori? Bollore, lodhu dhe mos u merr me ta. Lodhu dhe mos u merr me ta se e gabim. Ky është gabimi jot, i vetëm që bën TikTok. Merrur me rob të shkallës tënde, kategorisë tënde, gradës tënde. Po gjete, zgjete, rri vetëm. Tek pull serioz, nga zyra, bëj TikTok, si zotëri. Ka që shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Është mënyra më e bukur për të bërë ti TikTok. Se e shikon ku përfundon. Hy ndani në debate edhe me mua, edhe me tjetrin. Kot. Po qenë Kazani janë ata qenët që nuk të hanë, nuk të kafshojnë. Ata vetëm të shikojnë kështu shtremër. I keni parë ata qenë e Kazanit, as për të lehur nuk lejnë ata. Ata të shikojnë shtremër kështu, që të bredhi me vra. Lejnë. Tek ato qeskat, qa do t'i jedhësh për të kapur. Kështu janë, po kështu janë, realiteti. Kështu që gjithsesi, ne këtu do hyjmë edhe live me Semin, thjesht për të kuptuar ju se ku qëndrojnë gjërat. Por, njeri pa gabime nuk ka. Si unë, si ai, si tjetri. Ama pjesa më e madhe që ta kuptoni ju, ati janë vetofruar. Ore. Mund t'i ke shkuar me listë me vete, aman qa të bëj unë që të bje në sy që ti të më shikosh. Keni parasysh ju ato femrat që hani natë si t'i bje në sy ndo njerit që është shumë e lek. Njëra vishet, njëra ngjishet, njëra nxjerr gjoksin, njëra nxjerr pythën, njëra nxjerr shalën, njëra me sy, njëra me shtrin flokun, njëra këte, njëri atë. Kështu bën qend e Kazanit.
kush t'i binte në sy Semit, kush lente më shumë, kush kafshonte më shumë, kush shtinte dhëmbas, kush bënte gjeste, kush, edhe u bën resht. Zinxhir. U bën zinxhir, ore. Zinxhir u bën. I vrapët bashkia, o blek. U bën zinxhir. Po normale që do vinë kohë të tilla. Do vinë kohë të tilla që do dalin gjërat. Edhe sa ka për të dalë, prisni se s'keni parë gjë akoma. Prisni se nuk keni parë gjë akoma. Prisni dhe do shikoni, ore. Se s'keni parë gjë akoma. Prisni dhe do shikoni. Unë vetëm ka i ditë ju themën. Prisni dhe do shikoni. Ka që mbyllën nuk merrem unë me as një lloj njeriu, unë shikoj programin tim, Terezin time, edhe hyj këtu, bëjnë muhabet në që fyrë në gallat, nuk jam në të pjesa përdorimit TikTokut. Po, do t'i shikoni, ka akoma, do ketë përplasje titanësh. Së shpejti do shikoni përplasje titanësh, përplasje të mëdha, përplasje serioze, përplasje miliarderash. Po normal, përplasje bilionerash. Prisni se s'keni parë gjë akoma. Për Semi nuk kam qa them më, besoj se kam folur 99.9% mirë, 0.01% pasaj dhe ka bashkia, nuk është ndorën time, është ndorë bashkisë, kështu që s'mund të them 100%. Gjerëm për të parë. O, Scotland, ashtu leka sa duash e zotria, as nuk i dje numrat, pra të pjesë ta garantoju, e diu. Për mua nuk del gjë jo, për mua unë ai që isha jam. Unë raportet me këta i kam bajtur një lloj nga dita 1 e deri sot. Unë jam rregull. Unë jam rregull me të gjithëre. Po, as nuk i kam rem qaf pas kujt. Përkundrazi, më ka rem qaf. Kujt i kam rem qaf? Asnjërit. Zero. Më ka rem qaf, kam bërë intriga, kam bërë dallavere, kam bërë mashtrime, kam futur njerëz, kam bërë kështu, kam bërë ashtu, si, kanë dashur të më bëjnë edhe mua pjesë të këtyre grupeve që kanë këta. Po jo, shok, unë ri jashtë, edhe nuk dua fare të përfshihem me asnjë lloj diskutimi që bëjnë këta për dallavere, për gjëra. Zero. Nuk dua, vëlla. Është zgjidhja ime personale dhe nuk dua. Kaq. Kurse ju që keni shkuar te kloni dhe keni dashur t'i dilni në krah Semit dhe keni përmendur emrin tim, për mendimin tim, se unë u thash, nuk u shaj. Për mendimin tim keni bërë gabim. Për mendimin tim keni bërë gabim, se tu shaj, deri në momenti që shkonin përmend emrin, do të thotë që si jem Terezi, qa do të them unë? Të them që do fam TikTok, që është ai që s'do. Të them do që të bjesh në sy, po që është ai që s'do. Të them që po bën rolin e dashnores, kur ti je dashnorja, atë rol do bësh. Kështu që, qa të them unë më? Se është një gjë, ore, vlla nuk bëhet tjetri për 15 ditë njohje, ku e bëre vllati? Ti edhe vllajt që ke vlla, që të ke me i nene, me i baba, bas 2-3 vjetësh fillon e flete i thoj o vlla. Direkt vlla, për 15 ditë, TikTok. Hajde vlla, hajde, ku e gjete? Kushta bëri? Interes po? Interes po, po thoj o interes. Pse i thoj o vlla? O interes.
O interesi im ti. O interesi im ti. Mirë mëngjes, o interes. Mirë mbrëma, o interes. Natën e mirë, o interes. Sa të dua, o interes. Po ku humbe, o interes. Më mungon, o interes. Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Kaq mos i thoj o vlla, hiqeni fjalën o vlla. Kundrejt një personi se një fare. Ti se një fare atë person, si i thoj o vlla. Për 15 ditë e njëjtë ti i thoj o vlla, ku i gjete? Vllai që ta bën dhënia me baban dhe do kohaj që të mësoj të thoj fjalën vlla. E kuptoni apo jo? Ku e gjete vlla, 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 vlla. O vlla, kam vlla, vlla të përjetshëm. Për 15 ditë vlla. Vlla, për 15 ditë e bën vlla. Vëre problemi ati ku qëndron. Se që jeni një pjesë varikarit, jeni. Po problemi qëndron se nuk e kuptoni, ose e dini se qa jeni, po dhe ose nuk doni ta besoni dhe vete, vlla. Edhe ju duket vetja si kur kush e di se qa, dhe keni filluar edhe vetë besoni se jeni njerëz tamam, korrekt, të mirë, me norma. Ndërkohë që je barbon në mendime, barbon në shpirt, barbon 24 karat barbon. Dhe fillon e beson që thoj unë janë djali mirë, kush unë interesaci jore. Po e mbaj nga ata që kanë më shumë lek anën. Edhe kujt e kujt i marr më shumë ti shkëpus në një lek. Po unë interesaci jo se besoj, mua më duke vetja djali mirë. Po sikur nuk shkon. Sikur nuk lidhet zeri me figurën. Sikur nuk lidhet. Sikur nuk ndodh. Kështu që po deshet mua mos ma merrni në gojë emrin, mos ma përmendni më emrin dhe më lini rahat në punët e mia. Në qoftë se ju vjen tek mesazh që unë kam përmendur emra tuaj, kushdo qofshi ju, keni të drejtën e gjithë botës të bëni replik, po të fuqishme fare. Të dilni aty dhe t'i numëroni 1 milion gjëra pa u lodhur. Ama deri në momentin që nuk ju përmendi emrin, deri në momentin që kur nuk u shoh fare, zero, mo na i merrni në gojë se nuk na vjen mirë. S'na vjen mirë, valla, s'duam. E kuptoni apo jo? Nuk duam, more.